Ky emision përmban vendosje të produkteve. Sot do të gatuim qofte, në fakt do të provojmë me gatu, se s'jam bash i sigurt që ka me dalë krejt që duhet, mirë, po do të provojmë, për ndryshe ka të tillë që i thonë Rafaello e Njelmt. Këti farë recepti tentojmë me bo diçka, ideja është na duhet mish i blum, qep, erza, edhe kur të përfundon procesi, edhe na duhet edhe kashkavall, edhe kur të përfundon procesi i fërgimit, na duhet në pure patatës, cilën e kemi bërë të gatshme, para se me fillu gjirimi, edhe më pas na duhet që krejt ato qofte t'i hedhim në parmezan, edhe do duhet dilte diçka që i ngjan fizikisht Rafaellos edhe është e Njelmt edhe ka mish brenda. Okej, të shohim çka po del prej krejt kësaj pune. Për me kriju masën ku do ta zhytim mishin e bluar, na duhen ve fillimisht. Kaj pak për këtë punë. Okej. Prezla. Këtë mas edhe veç fillojmë mishin edhe qept edhe erza tjera me i vendos këtu edhe me kriju mas për qofte. Kjo është ma shumë punë qefi, piper i kuq, piper i zi, çka do që ju pëlqen ma shumë edhe në çfarë mase. Për shembull, piperin e kuq nëse keni opcion me vendos çilli edhe nëse preferoni djeks, ka ma shumë lezet. Edhe fillojmë me përzi, me kriju mas për qofte, që s'është bash procesi ma i këndshëm i mundshëm në botë. Kemi një mas homogjene, edhe do ta bëjmë një për demonstrim, edhe më pas t'i bëjmë të tjera, do të vendosim edhe tiganin, edhe zjarin, edhe gjithçka tjetër, pra marrim pak kashkavall, edhe prej kësaj tentojmë të krijojmë diçka rumbullakt. Po m'duket që gati rumbullakt është. Okej, edhe kështu pra i përfundojmë këto, vendosim tiganin zjar, i lojmë pak mu fërgu edhe më pas i rotullojmë në për pire edhe në për parmezan. Kjo është ideja, po i kryojmë disa për i tyre. Për ndryshe nëse nuk doni kashkavall me përdor brenda, doni me kursy vetëm prej yndyrës, edhe pse është i shishëm bre. Mundeni me bo një trik. Mundeni me marrë këso për topta takulloreve, edhe me bo me njëherë. Masën e mishit edhe fitoni format rumbullakta perfekte, correcto mundo. Po, atëherë s'kish pas kashkavall mena. Punë qefi. Të kemi gati këtu, të kemi tiganin në zet, kthehemi atëherë. Atëherë, tiganin veç që kemi ndez, diçka prej qofteve të rumbullakta kemi gatu, kemi bo gati. Në Amerikë thonë meatballs. Toptha, mishi. S'janë qenë fort kreativ. Kur e kanë marrë këtë tema, po besoj që gati jemi, veç mund të fillojmë. Ndryshe kjo naj filozofi të madhe nuk ka, po ideja është që të piqen mirë, gjithësisht të fërgohen mirë.
prej gjitha anëve, nëse eventualisht mrim edhe që të shkrihet kashkavalli pak, atëherë veç ka ma shumë lezet ajo punë. Mira, po ashtu tjetër e kësaj punë është që mund t'ja bëni si amerikanët, ata i hedhin në sos domatesh edhe në shpageta. Që është po ashtu një farë opsioni sosi ose kësi i gatshëm, ose nëse keni nerva me përgatit për i domateve që është dëni. Po është prej aty në ushqimeve që mund shërbej edhe si pjesë në një gjelle tjetër, edhe kjo e bën ma të përdorshëm, ma interesant. Punën veti është mja rujt këtë formën sa ma trumbullak qatë fërgimit, e nikosisht me u siguru që përgohen, ose është zërë, ose unë s'po di, njona është këtu. Përndryshe mund gatuan edhe në furrë, nëse bash dëni, paka shumë i njëjti sistem, lyen me vaj në letër për furrë dhe shkojnë edhe pastaj mund vendos një sipër, kashkavall ose gjëra të ngjashme varësisht prej preferencës, nashta edhe më e shëndetshme është ai opsion. Po besoj që janë okej tash, edhe kur të kthehemi, do t'i lëm pak të ftohen, edhe më pason pjesa e fundit e përgatitjes, që është pureja edhe parmezani. Me sa duket veç i kemi gati qoftet, qytet, varësisht prej rajonit, cilën zanore preferoni ta përdorni. Turqit ju thojnë këfte, indianët shqiptojnë me o, indianët kur po thonë hindust, e tjerë, që i vendosim këtu në një pjatë, edhe jam pak të kollohet i ndyra. Të hedhim në parmezan. Edhe në pjatë. Edhe më pas mund të përdorni pure për garnir, ose mund të prisni nëse janë të ftofta, ta krijoni edhe një shtresë prej pures edhe parmezanit, edhe ajo është opsion, madje interesant. Prap thash, ideja është që mund të përgatisni, mira është që lojnë opsione shumë, përgatisni kështu, mund të përgatisni në furrë, përgatisni në mënyra të ndryshme. Për ndryshe, për ta fituat Rafaelo efektin që e përmenda në fillim të emisionit, aty është gabimi im, se këta të produksionit më kanë lut me marë parmezan të copë, edhe me fut në rende. Ajo vizualisht e kishte dhënë atë efekt, po unë me qëllim kom marrë parmezan të gatshëm të bluar, për shkak se ka pas mundësi që në rende me hub gishtin aty çka mandej na kishte dalë problemi. S'kishte qenë fort opsioni përshtatshëm ai. Kështu që kemi shku me mjete konvencionale, po nëse keni kohë, nerva, edhe jeni sigur që se hubni gishtin në rende, keni ma shumë shkatësi se unë, atëherë mundeni edhe parmezanin me marë të sopë edhe me grija, ajo i pastaj ju lënë opsione tjera me lujtë, që është dëni. I lymë qëto deri në fund, vendosim pak pure patatesh për garnir, edhe gati që kemi bo diçka. Për dekorim nuk është që shquhem fort, po do të tentoj me bo diçka. Të shohim çka po del për kësaj pune. Okej.
Ok, bën, oregano. Po, prap kur vjen puna për erza, krejt është punë qefi. Shpresoj që ju pëlqen.